Kryetari i Bashkisë Maliq, Gëzim Topçiu, ka pritur në një takim zyrtar konsullin e përgjithshëm të Greqisë në Korçë, Asterios Bouzias, me të cilin zhvilloi një bisedë miqësore e konstruktive mbi mundësitë e bashkëpunimit mes institucioneve. Gjatë takimit u diskutua për forcimin e marrëdhënieve ndërinstitucionale, si dhe mundësitë që ofrojnë programet dhe projektet e Bashkimit Evropian në funksion të zhvillimit ekonomik, social dhe kulturor të zonës. Ishte një vizitë shumë e rëndësishme konsulli i Greqisë në Korçë, një vizitë zyrtare në Bashkinë e Maliqit, për të thelluar bashkëpunimet tona, për të njohur me Maliqin, por edhe me territorin ton. Do e falenderoj konsullin për këtë vizitë dhe të shpresojmë që bashkëpunimet që ne kemi tashmë të konsoliduara me Bashkinë në Greqi apo për efekt të projekteve në Bashkimin Evropian, të ecin, thellojnë më tej për të mirën e dy komuniteteve tona. Një vëmendje të veçantë ju kushtuar rolit të rëndësishëm që luan komuniteti shqiptar në Greqi, si një urlitëse mes të dyja vendeve, duke kontribuar në forcimin e marrëdhënieve të miqësisë, bashkëpunimit dhe mirëkuptimit reciprok. Palët shprehen gatishmërinë për të vijuar dialogun dhe bashkëpunimin në fusha me interes të përbashkët, me synim krijimin e mundësive të reja për zhvillimin e Bashkisë Maliq dhe rajonit në tërësi.